dallimin e bëjnë lojtarët. Ai është Kane, Anglia ka Kane, Rashford, Saka, pra ka yje. Ndeshja jonë, do t'i gjeun një për shembull? Po. Loja e Bajramit ishte akuzë drejt për drejt e trajnerit. Që do thotë? Që do thotë, pse se ke aktivizu këtë djarë? Lujti shkëlqyer. Shumë mirë. Shumë mirë Bajrami. Shkëlqeu. S'do, shiko, kam parasysh një intervistë Silvinjës që tha Bajrami është gola shënuesi më i mirë i kombëtarës dhe unë do e grumëlloj. Shumë mirë. Në Andorra nuk e aktivizoj. Hoxha pa Bajrami sot? Po nuk po i vejnë kandare, edhe Hoxha lueti shumë mirë. Shiko, në tërsi lueti shumë mirë ekipi jonë. Dy krahat ishin mirë, Hoxha dhe Bajrami, për shumë Hoxha njërë shkëlqeu sot. Po mirë, po fakti që ne vetëm me 10 lojtarë. 3 minuta ishin me 10 lojtarë. Qa rëndësie ka? A kemi trajner? Është gabim i stafit teknik? Këtu do doja dilja dhe unë që i shfrytëzoj paka shumë zëvendësimet, 2 zëvendësimet, okej, i hysa ishte i detyruar për të zëvendësuar se ishte dëmtuar pjesën e parë. Po, bëri dhe ndalesën tjetër në pjesën e dytë? Po pra, edhe nuk e shfrytëzoj pastaj pjesën tjetër që mundësit e tjera që kishte mendon Berishën që mund të zëvendësonte me Laçin. Shiko, po ti e hymë analizës. Pajazitin. Bëri dhe Pajazitin, bëri 3. Shiko, e di qa më shqetësoj mua, unë po marrë ndeshjen me Andorrën, që me zi fitua. Ky është problem. Dhe sot kundër Anglisë bëjmë një lojë tjetër. Okej. Ore, do luajmë ne njëherë njësoj? Është kjo i provë generale përse i përket play-offit? Nuk e di. Ky është problem. Sepse historia, shiko, unë personalist, do të dëshiroja që Shqipëria t'ishte në vazën e dytë. Pse? Duke qenë në vazën e dytë Shqipëria, do të thotë që ndeshjen e parë të play-offit e luan Shqipëri. Tani? Nuk e di, duhet pritur, se a është po në tretën apo të dytën. Akoma në... Po në tretën, sepse... Tretën. Jo, ka ndeshje edhe nesër. Prandaj mund të lëvizi koeficienti. Po që tretën ndeshja është automatikisht jashtë, do me thënë. Tjetra pasaj çështje shorti, është histori e gjatë. Është vështirë, duhet të kishim vazën e dytë që ta lunim ndeshjen brenda. Po e dyta ka rrezikun tjetër. Që? Përplasesh me Kosovën. Mundet hipoteza që ndronë, sepse Kosova është në vendin e tretë. Po të shkosh ti në dytën, edhe mundet përplasesh me Kosovën që do ishte, në thënë, një vllavrasje të mërshme. Okej. Do ishte. E pam këtë ndeshje nga i herë në atmosferat e ndeshjeve të tilla, se kur s'ka garë, nuk ishte nevojë njëri për pikë sot, s'ka garë. S'kishte garë. Kishte garë. Ashtu. S'ka garë, s'ka emocion. Taksative. As i bilet pashitur stadium. Nuk kishte. Madje në tregun e Dias Burnami. Është qerasja publike e falënderimit të gjithë shqiptarëve për kualifikimin deri në këtë fazë. Prezenca në stadium. Atmosferë mos kërko. Kërkoj trajneri i ekipit ton kombëtar, më hyj çikte këto detajet që janë të lezetshme. Kërkoj që nga ku e luajtëm ndeshjen e fundit, si quhet? Andorra. Që nga Andorra kërkoj që të gjithë 9 milion shqiptarë të bëjnë festë. Pse? Qa feste kërkon ti? Qa qëllimi ka kjo kërkesa e festës 9 milion shqiptarë të festojnë? Qa kemi fitu? Ti po na paralajmëron që unë s'kam përgjegjësi për play-offin, po përgatit opinionin publik që unë se kaloj do të atë se ju shqiptarët ka që keni mundësin. Dërzoja. Ik. Zotni, po dhe për budallej, që të na hedhësh ti me deklarata, nuk ti më thuj, unë vi nga i vend që ka lujt futboll shumë mirë në edhim. Ti më thuj që unë kam lujt futboll në nivellet larta si trajneri ekipit kombëtar, dhe këtë edhim shumë mirë dhe të respektojmë, pra ne të kemi trajner. Po që të 31 ndeshje ka Silvinjo. S'ka gjo. Prap ka lujt në nivellet larta. Dhe po ti, të vish të tallesh me opinionin publik, se është manipulim safi i opinionit publik. Përmes dredhive në deklarata, kjo është t'jesh mos mirënjohësh ndaj atyre që të mbështesin me sy mbyll, të dhanë dhe pashaport, dhe pavarësisht se ekipi kombëtar, simas perceptimit tim,
90% suksesit e ka prej cilësisë lojtarëve që kemi, që janë një nivel më lartë se sa trajningu. Nuk e kontrollon dot ky trajner këtë nivel potencial e ekipi që kemi në. Se ndryshe do prodhon të loj. Ne kemi prodhu vetëm rezultat me gola që janë shnu vetëm mbi aftësi individuale lojtarësh, ne s'kemi një aksion. Vjen Gjenaf. E pash u knaqa ju holla televizorit sipër kur lujti Kosova, më përmbushi gole, ne ndjeva golin që në mes fushë. Pistik Aslani. Hajde Aslan, hajde. Fantastik. Aslan. Jo kështu, gjysë. Duket sikur ne e kanë dhënë Aslanin pasën neve dhe Aslanin origjinal ata. Perspektive jashtëzakonshme, Xhak i ri. Po dhe me intuit më të madhe për shku drejt sulmit. Dyshe e jashtëzakonshme. E papame, lojtar që luajnë me kokën lart, lojtar që nuk din të rinë mrapa, lojtar që krijojnë, me 4-5 topa shkonte me 4-5 pasime e bënda aksionin Kosova. E mylli, duke i sigur ata kishin e përsi territoriale, ata qarkullonin zona boshe. Kapte topin Kosova, e vinte në 16 e vet, e rrafi, e mbytin presion dhe nuk e latë qaj. Aq ndeshje e mirë ka qenë. Super ndeshje. Këtë duhet më kishte prodhu Silvinjo që unë kur të dalë të emocionohet. Jo, Foda. Jo më prodhon deklarata. Foda, shiko.